Përshëndetje miq, sot është një temë në lidhje ne nuk jemi viktim të jetës dhe si të komunikoni me universin. Këtu do t'i jap disa shenja se si ju të veproni që të lidheni me universin dhe ndërkohë unë jam këtu për t'ju frymëzuar, unë jam për t'ju ndihmuar që të arrini në veten tuaj. Të vërtet, ashtu si krijesa na ka krijuar, dhe ndërkohë të mësojmë që gjatë këtyre deri në vitin 2028 që të gjithë ndoshta i ndjeni që keni filluar një fazë të re apo cikël të ri, por të kuptojmë që jemi në një afat kohor që të gjithë jemi të ftuar pa na prekur lirin të ecim me rrjedhën e jetës së ndryshimeve kozmike në frekuencë që do të thotë ndërgjegja jonë për të cilën ne jemi në një nivel më të lartë, për arsye sepse ne njohim se çfarë po ndodh në botë, por ndërkohë edhe me ndjeshmërinë tonë, me vibrimet tona, që do të thotë ne do të lidhemi me veten tonë me qëllim që të lidhemi me atë që kemi injoruar, shpirtin. Ky shpirt për të cilën ne po jetojmë dhe selia e shpirtit është zemra. Kjo zemër që është drita jonë, është thelbi, është drita, është mençuria e vërtetësisë së jetës dhe jo të jetojmë me frikën, pra kontrolli i jetës, në këtë rast që ju mund ta quani dhe mund të thrisni që jeni jeta është e tillë në asnjë mënyrë. Jeta është një mrekulli, por nga roli viktim, ne si që një njerëzore e kemi krijuar duke u kthyer sklever të vetes, pra me njëri tjetrin. Tjetër është të kuptoni që kjo që kërkohet në këtë moment është që të gjithë ne jemi të ftuar të lidhemi me brendësinë e vetes tonë. Pra të lidhemi me veten tonë dhe sigurisht ju që jeni në këto video jo pa qëllim jeni këtu. Ndërkohë është që të gjithë jemi të ftuar të vendosim kufin për të jetuar me të vërtetën dhe për të thënë jo kur është për të thënë jo dhe po kur është për të thënë po. Ndërkohë është që ne do të marrim mësimet karmike në lidhje me pra me egon ton, ashtu si kurse edhe me impulset tona, luftë, mbrojtje, ikje apo ngrirje të tjera, sikurse edhe me ato që ne kemi krijuar sekretet tona në brendësi. Tjetër është që ne ndoshta një pjesë nga ju e kuptoni që doni të filloni diçka të re, pra e ndjeni e keni nevojë që të filloni diçka të re, po përsëri keni një lloj frustrimi sepse nuk e shihni rezultatin me njëherë. Ashtu sikurse është edhe që do të dali zemrimi i vjetër, dhe këtë zemrim të vjetër po e shikoni jo vetëm që po ndodh në sistemin ton, pra në shoqëri, por edhe në veten ton, dhe kjo është që duke u lidhur në veten ton, ne do të ndihmojmë jo vetëm nga afati kohor për të cilin jemi në këtë shekull 21 për të liruar nga zemrimi i vjetër, por kjo do të arrihet me ne, me vetmen e duke ulur dhe duke i dhënë kohë vetes për të lidhur dhe vazhdojmë procesin me veten tonë. Mësoni që të gjithë ne të kuptojmë që e kemi fuqinë dhe fuqia jon krijuese është ku ne të arrim në këtë mrekulli, në këtë trup multidimensionar për të cilën krijesa e ka krijuar në mënyrë perfekte dhe që të gjithë kemi sistemin nervor dhe që të gjithë jemi pra jo vetëm qenie njerëzore, por dhe me shpirtin sepse e kemi shpirtin, pavarësisht se kemi vepruar të njëjtshëm vetëm me mendjen, me peshqisat, tani është që është thirrur të lidhemi me veten tonë, në brendësi të vetes tonë, me shqisën e ndjeshmërisë, për të dëgjuar zemrën tonë, se kjo zemër është superfuqia, është ajo që ne jemi dashuri, ne kemi ardhur nga dashuria dhe ne lidhemi me dashuri dhe ne do të largojmë nga kjo botë me dashuri, është ajo që ne jemi komplet dhe ne jemi komplet sepse unë marr frymë, unë kam këtë zemër, unë kam këtë organe për të cilën unë i ndjej vetëm në momentin e fundit, atëherë kur ky trup më çon dhe që e njihni është pra në mjeksi.
Pra jeni ju që ndjeni atë, pra trupi juaj që ndjen se çfarë ndjen dhe sot i shihni farmaci dhe mjekësia me gjithë atë jeta na mëson dhe ajo që do të kuptoni është që të gjithë ne kemi superfuqia jonë, pra kjo zemër që do të na ndihmoj që ne do të arrim në lirinë, pra sa më shumë ne të hapim zemrën, sa më shumë dhe për një pjesë të lidhemi me zemrën, sepse që të gjithë ne kemi një mision dhe një drejtim të jetës, dhe që të gjithë duke u lidhur me veten tonë, ne do të arrim të kuptojmë përse ne jemi në këtë jetë, përse ne kush është bukuria për të jetuar jetën dhe mbi të gjitha të kuptoni që telbion që na ka krijuar krijesa është jetojmë me vërtetësi. Pra me fuqinë tonë natyrale të vërtet ashtu si dikur fëmijë. Mësoni që liria që ne do të arrim është vetëm atëherë kur ne do të arrim në vlerën tonë për atë që na kënaq ne dhe që jemi ne krijues të realitetit, jemi ne krijues të jetës tonë, jemi ne krijues të eksperiencës të jetës tonë. Mësoni që Diana është vërtet që i tregon këto sepse i kam kaluar vetë. Sigurisht unë kam kaluar një proces jashtëzakonisht të vështirë, unë nuk dua t'ju bëj ju të vështirë procesin, por unë nuk mund të them që është i lehtë, por një gjë të dini, në këtë kohë është më i lehtë se në kohët e mëparshme, për arsye sepse ka një vetëdiesim të lartë nga ana e lidhjes me shpirtin. Pra që të gjithë ju që jeni lidhur me shpirtin e keni informacionin më të lehtë dhe ju ndihmojeni vetëm në momentin që ju jeni të hapur në univers. Dhe prandaj po e bëj këtë video për të marrë disa shenja se si ju të komunikoni me universin. Mësoni që edhe pse Diana ju tregon, pra ju frymëzon dhe ju ndihmon që të lidheni me veten tuaj, është që zbatimi i përditshëm varet nga ju. Pra çfarë do lloj që të merrni nga Diana apo nga të tjerë, nuk keni pse allakateni, por të kuptoni një gjë. Nga kushdo që të dëgjoni. Për shembull, ju dëgjoni nga Diana, ndoshta e harroni se çfarë Diana ju tregon tani. Ndoshta harroni se çfarë Diana bën dhe ju tregon të bëni, por një gjë të dini që ju kur nuk do të harroni si ju bën Diana të ndjeni. Dhe në qoftë se ju rezoloni, jo se janë videot e mia, në asnjë mënyrë, edhe çfarë do lloj ndihme që të keni, ju do ta merrni, por jeni të hapur dhe tregoni me të vërtetë atë që ju kërkoni. Mësoni që të gjithë ne kemi këtë dashuri hyjnore, sepse ne kemi ardhur nga dashuria, dhe të kuptoni që e kemi që të gjithë dhe mbi të gjitha është ka të bëjë me atë që ne të jetojmë me fuqinë tonë unike hyjnore dhe është fjala unë jam, që do të thotë ne edhe në këtë muaj ne kemi hyrë dhe në shenjën e dashit për të cilën kërkon që të ecni përpara, pavarësisht se ku ndodheni, dhe është ajo që dashi është pioner dhe atë që ka nevojë do ta ndjeki, pra dhe ju ku ndodheni, dhe në këtë rast duke dëgjuar këtë video është që ju pra shpirti juaj kërkon të di, mësoni që fjalët, mendimet, sjelljet tona, në qoftë se ne i kemi me dashuri, në qoftë se ne i dërgojmë me optimizëm në univers, janë të ëmbla si mjalti për shpirtin dhe janë të shëndetshme për trupin tonë. Mbajini mend. Mësoni tjetër që universi është pasqyrim i ndërgjegjësimit tonë, pra në lidhje me fjalët, në lidhje me mendimet, në lidhje me reagimin, pra sjelljet tona, por është edhe i vetëdijes tonë, pra në lidhje si ndjehemi ne, dhe në këtë rast për çdo gjë, në lidhje me jetën, në lidhje me realitetin, në lidhje me eksperiencën e jetës tonë, dhe është ajo, pra universi është pasqyrë, është ajo që ne i japim vëmendje.
Pra kujt i japim vëmendje? Mësoni që çdo gjë në këtë univers është energji. Universi drejton energjinë dhe ne jemi energji. Ku ne e investojmë energjinë, atë dhe do të tërheqim. Pra në qoftë se ne ndjehemi në jetë të lënduar, të jeni të sigurt që jeni dhe ju të lënduar. Pra mos e vini gishtin ke të tjerët, se të tjerët e kanë fajin. Në asnjë mënyrë, në fund të fundit, qoftë në sistem, qoftë dhe në brenda familjes apo në çdo lloj marrëdhënie, është që e kemi krijuar ne. Pra universi është pasqyrimi i ndërgjegjësimit ton, i ndjeshmërisë ton për atë që ne i japim vëmendje. Dhe në këtë rast, nëse ju jeni viktime jetës, ju e quani viktime jetës në asnjë mënyrë. Kjo është sepse ne jemi në rolin viktim duke jetuar jetën me pavërtetësi. Mësoni që pse e kemi jetuar jetën me pavërtetësi. Kur mos harroni se atë që ne injorojmë është shkëputet nga jeta jonë. Dhe unë do ta lidh me veten time dhe do t'i jap rëndësi, se prandaj është që do të lidheni me universi. Ajo që unë kuptova parazimit ishte që unë kisha injoruar ndjeshmërinë time. Dhe kjo ndjeshmëri që unë e kisha harruar më bëri që unë të shkëputem nga vërtetësia e jetës. Vetes time natyrale ashtu si krijesa më mishëroi në këtë jetë, në këtë tokë për ta jetuar jetën, por unë veprova me impulset e egos duke krijuar atë që unë nuk do të lejoj kërkënd të më lëndoj. Pse ky bebesim? Sepse unë ndjeva lëndime që në fëmijëri, pavarësisht se unë kisha prindër të mrekullueshëm, unë nuk arrita të vë kufin sepse ishte ajo që ishim të lirë, por në këtë jetë ne jemi me prindër të ndryshëm, me edukim të ndryshëm, me kultura të ndryshme, me tradita të ndryshme, me njerëz të ndryshëm për arsye sepse ne jemi unik. Dhe brenda shtëpisë vetë ne motër vëllezër ne jemi po unik. Dhe mësoni që ajo që ne jo vetëm unë, prandaj po i vëmendjen që ne harruam pra ndjenjën, shpirtin ton në kohë që ne jetojmë me këtë shpirt, është kjo frymë që na mban akoma, është kjo zemër selia e shpirtit që na mban 24 orë në jetë dhe që ka misionin dhe drejtimin e jetës tonë, sepse çfarë do lloj që ne kemi kaluar, kjo zemër mban gjithë këto emocione që ne kemi kaluar në jetë, por kjo zemër është aq e mrekullueshme, është astrale, është neutrale, që ne kur lidhemi me këtë që ne ndjeshmërinë dhe prandaj jemi të ftuar dhe prandaj jeni këtu, është që do të kuptoni që arsye e parë që Diana e harroi ashtu sikurse edhe ju, por që tani shpirti ju solli këtu, dhe që kjo është që Diana ju frymëzon, Diana ju ndihmon që ju të shërojni, të arrini në veten tuaj, është që ne bëm gjërat si donte shoqëria dhe në këtë rast unë fsheja, unë, sepse unë është universi, pra ne jemi që kemi krijuar pra mendimet, fjalës, sjelljet në këtë univers. Unë, pra është fjala që jemi që të gjithë universi, dhe universi drejton energjinë, ne jemi dhe ne energji, dhe në këtë rast është duke mohuar ndjeshmërinë për arsye sepse duheshe që të ishe një person i mirë në shoqëri, pra të ndjesha e lumtur, dhe kush më pyeste, Diana si po ja kalon? Diana shumë mirë, edhe nëse Diana 5 minuta kishte, pra ndjeshe bosh, ndjeshe që diçka nuk shkon mirë në marrëdhënie apo me njerëz, me në çdo lloj aspekti jetës. Tjetër është, kjo ndodhi për arsye sepse ne pra i fshim gjërat, që bota jashtme të më shikoj mua që jam e lumtur, po pyetja është ai është që ne jemi vërtet të lumtur? Sigurisht përgjigja jo, sepse ne kemi gënyer njëri tjetrin. Dhe që të gjithë ne e dim këtë, që të gjithë e dim, jemi të ndërgjegjësuar që ne gënjejmë njëri tjetrin, por ne jemi të pavetëdijshëm për të arritur atë që ne dëshirojmë në çdo lloj marrëdhënie, qoftë sëmundja, qoftë puna, qoftë marrëdhënie romantike apo me të tjera, apo karriera, biznes, ne edhe pse bëjmë më të mirën dhe përpiqemi e arrim për aq sa ne dim, dhe duke qenë se jetojmë në pavërtetësi, herët avon
tek ne çdo gjë. Si thuash, ka humbje, ka dhe fitim. Dhe në këtë rast, ju që jeni në këto video, ju jeni bërë të vetëdijshëm sepse shpirti ju solli keni marrë mësimet e shpirtit, keni marrë mësimet e karmës, sepse ky është misioni i shpirtit, pra ndihmohemi, mësojmë dhe rritemi dhe krijojmë, dhe kjo është që ne me çdo që ne kemi marrëdhënie, ne i kemi këto energji. A janë të lënduara, a janë optimiste, që të gjithë ne i kemi në këtë trup sepse janë fjalë, mendime, sjelljet, zakonet, varësitë, çdo lloj situate që ne kemi kaluar është energji. Pra në trupin ton këto janë qelizat që ne i kemi dhe janë e mboshe dhe ne i mbushim me atë që ne i japim vëmendje. Pra atë që ne i japim vëmendje, atë ajo bëhet dhe eksperienca jonë. Dhe e dyta është që ne kemi qenë në rolin viktim, që do të thotë jo viktim të jetës, por viktim të pavetëdije, sepse ishte e lehtë për ne të merrnim gjërat si na mësonin të parët dhe të bënim si donte shoqëria apo çfarë prisnin të tjerët për ne, duke mohuar veten tonë. Pra kjo është që ne mohua shpirtin, por që të gjithë ne kemi këtë shpirt, sepse ne bim me shpirtin dhe shpirtin do të lëm. Këtë e dini, kjo është ndërgjegjësimi, por ne atë që nuk dim është që të kuptojmë që ne do të lidhemi me universin me qëllim që të kuptojmë që lumturia nuk është se ka mënyrë, por është ajo që do ta krijojmë ne. Dhe duke qenë se jemi në këtë afat kohor, ju keni ndihmë. Dhe kjo ndihmë është ju duke ndjerë për atë që rezoroni, të filloni që ju ndjeni mirë, ta ndiqni. Mësoni që kudo që ne dëgjojmë ose shikojmë ose çfarë do bëjmë, nuk është pse duhet të bëhet eksperienca juaj. Pra ku ju jepni vëmendje, ajo do të bëhet. Në qoftë se ju ndjeni medianën që rezoroni dhe ndjeni mirë, sigurisht që kjo do të bëhet eksperienca juaj. Pra këtë ka nevojë shpirti juaj, sepse ju po ndjeni mirë dhe ndiqe, nëse e ndjen që ndjesh mirë, dhe kjo është që do të krijosh realitetin. Mësoni që të gjithë ne jemi dhe të rreshim atë që ne jemi. Në qoftë se ju Diana po flet çfarë po flet, mund të jetë dikush që hyn dhe ju nuk e kuptoni se çfarë unë flas, më besoni, ju nuk jeni me shpirtin tuaj, ju jeni akoma me të kaluarën, pra dhe me atë se çfarë do të vijë ardhmja, dhe në këtë rast ndoshta dhe nuk e kuptoni, por një gjë të jeni, në qoftë se ju keni ardhur këtu, në qoftë se ju keni ardhur, është shpirti juaj që kërkon. Dhe pse është një misim që nuk e keni dëgjuar ndonjëherë, jeni të sigurt që në qoftë se shpirti ju ka sjell këtu, mbajni shënim, është sepse kërkon që ju të jetoni me të vërtetën, ju të vazhdoni të ndiqni shpirtin tuaj. Megjithatë, askush nuk ju prek lirinë, por të kuptoni që nëse keni hyrë në këtë kanal dhe nuk kuptoni se çfarë Diana thot, ju jeni në rrugën e drejtë. Dhe ajo që tregova është jeni ju se si do të veproni në jetën tuaj. Mësoni që të gjithë ne duhet të jemi të ndërgjegjshëm dhe të vendosim të jetojmë me vërtetësi, të themi jo kur është për të jo dhe po kur është për të po. Nëse këto gjëra nuk do të ndodhin, të jeni të sigurt që ju nuk jeni në jetën tuaj, pra nuk jetoni me të vërtetën dhe për sa kohë ju nuk jetoni me vërtetësinë e asaj që po ndodh me ju tani në këtë moment, nuk është jeta juaj. Disa shenja me qëllim që ne të lidhemi. E para është që të gjithë ne jemi të ftuar të jemi të vëmendshëm në jetën tonë. Në qoftë se ju jeni lidhur me shpirtin, dhe sigurisht jeni lidhur me shpirtin se prandaj jeni këtu, është ne duhet jemi të vëmendshëm si janë fjalët tona, si janë mendimet tona, si është reagimi jon. Dhe kjo e gjitha sepse universi drejton energjinë dhe universi nuk është se kupton gjuhën e botëve. A flet shqip,
apo italisht, apo çfarë do lloj. Pra nuk e një gjuhën e botës, po një gjuhën e ndjeshmërisë. Dhe në këtë rast do të thotë që edhe pse fjalët janë energji, edhe pse mendimet janë energji, edhe pse situatat apo ngjarjet që kanë ndodhur janë energji, është të kuptoni që universi, pra unë, ju, sepse unë, ju jemi universi, pra fjala unë, jam është shpirti, pra unë jam dhe shpirti jeton me momentin tani, pra ndaj ne duhet jemi të vëmendshëm. Tani çfarë po ndodh me mua, është të kuptoni që universi na ndjen ndjenjat tona. Pra si janë ndjenjat tona tani? Energjin tonë, si e kemi energjin? Si ndjemi? Në fuqi apo në pa fuqi? Dhe në tjetër, si reagojmë? A jemi duke reaguar me bukurin për ta jetuar jetën, apo duke reaguar, duke e ankuar me jetën, dhe në këtë rast duke vënë gishtin këtë tjerat? Si do që të je në momentin që ju mingimi gishtin këtë tjerat, shikoni vlerën këtë tjerat, dhe nuk e shikoni në veten tuaj, ju nuk jeni në unin tuaj, ju nuk jeni në autentitetin tuaj, dhe universi në këtë rast ju jep atë që ju jep një vëmendje. Pra atë që bën ju eksperiencë, ju mund të dëgjoni, ju mund të shikoni, me ju mund të ndodhi çdo gjë në çdo lloj situate. Në qoftë se ju do t'i jepni vëmendje dhe do të qëndroni me atë, ju nuk jeni me shpirtin, ju jeni me mendjen, që do të thotë, mendja qëndron me të kaluarën, çfarë ndodhi edhe 1 minutë përpara. Pa thënë pastaj që mendja juaj mund të rri dhe ju sjell, dhe ja u sjell, dhe gjëra nga e kaluara, ose dhe çfarë do të vi në të ardhmen. Pra të kuptoni që në qoftë se ne jemi duke dërguar këtë informacion, pra çfarë dërgojmë janë energji, të kuptojnë në qoftë se ne reagojmë me emocione të ulta, me pra zemëri, minat, frikë, ankth e tjera, dhe vazhdoj me këto, universi, këto do të rriqni, se tash jemi unë po reagoj me inat, unë po reagoj me zemërim, unë po reagoj me xhelozi, apo me frikë të tjera. Atëre, këto të rriq, sepse këto janë, por në qoftë se ju filloni ndiqni shpirtin tuaj, hapasapi për atë që ju bën mirë, të jeni të sigurt që ju do të arrini në fuqin tuaj, do të arrini në veten tuaj të vërtet. Prandaj që të gjithë të kuptoni që ju të rrishni atë që ju jeni. Pra në qoftë se ju jeni të lënduar dhe vazhdoni të lënduar, dhe jeta juaj do të vazhdoj të qëndrojë në lëndim. Dhe si ta kuptoni, jeni në një marrëdhënie romantike, po ma romantike, edhe ju kjo nuk do të thotë që çdo ditë do jeni në zënje, por dhe për gjëra të vogla ju debatoni, pra nuk i lëshoni njëri bum, tjetri bum. Çfarë tregon? Është që ju jeni të lënduar, dhe këto janë stresore, ndoshta për momentin e jeni të rinj dhe si kuptoni, por do të vi një moment që tani jeni zgjuar dhe jeni këtu, që shpirti thot mjaft është mjaft. Dhe kjo është që jemi në këtë afatëkor që po ndjehet në çdo cep të globit ton, ku shumë qenie njerëzore kanë planuar të jetojnë me veten, të duan veten në radhë të parë, të vendosin veten në radhë të parë, dhe kjo është që të jemi të vëmendshëm për atë se çfarë dërgojmë në univers. Mësoni që në momentin që ju jeni lidhur me shpirtin, dhe jeni akoma e zëm në një marrëdhënie romantike, dhe sigurisht doni të qëndroni në marrëdhënie, nuk ju gjykon njeri qëndroni në marrëdhënie, por të kuptoni një gjë. Nëse jeni lidhur me shpirtin, ju do të vazhdoni të ndiqni shpirtin, dhe në këtë moment, në qoftë se ato gjëra që po ndodhin në momentin tani, i dërgon universi që ju jeni gati të hiqni dorë nga çdo gjë që ju lëndon ju, pra jeni gati në univers që ju nuk jeni më dakord, nuk jeni të interesuara me këto energji të ulta që ju lëndojnë ju, atëre universi do t'ju ndihmojë ju hapasapi për të arritur në fuqin tuaj, por jeni të vëmendshëm.
sepse vëmendjen duhet për arsye se një pjesë rrini akoma me mendjen. Pra mendja na duhet, është mekanizëm dhe ne jemi që komunikojmë, është arti i komunikimit për të cilën ne në ana e ndërgjegjësimit kolektiv e kemi që ne komunikojmë me njëri tjetrin. Por pyetja është, si është ky komunikim me njëri tjetrin? A është me lëndim? Atëre jeni të sigurt që ju universi do t'ju japi lëndimin. Pra je vetë ti po e krijon, sepse je pjesë e këtij universi drejton energjinë, pra ti dërgon energji të ulta dhe këtë të rreq. Por nëse ju jeni optimist me jetën, nëse ju jeni të dashur me jetën, kjo i bën që shpirti juaj hapasapi ju jetoni në momentin prezencë dhe hapasapi me këtë moment prezencë duke ndjekur format e gjenës shpirtërore, sepse është ushqimi i shpirtit, ju do të arrini në fuqinë tuaj. Pra jeni të vëmendshëm, kërkohet vëmendje për atë se çfarë dërgoni në univers. Kur mos harroni se fjalët, mendimet, sjelljet janë ato që janë energji dhe sa më shumë optimist jeni me jetën, edhe pse në cep ka pengesa, por që qëndroni në veten tuaj, sepse filloni të krijoni, të zgjidhni të doni veten tuaj, të dëgjoni apasapi zemrën tuaj, ju do të arrini që të jeni të vëmendshëm për atë çfarë po ndodh në këtë moment. Pra nuk jetoni më me mendje, se mendja e kaluara dhe çfarë do të vi ardhmja, por jetoni me shpirtin që jeton me momentin tani dhe është fjala unë jam. Dhe në këtë kohë jemi dhe në muajin që janë bërë 2 video përpara të dashit, për të cilën ju ndihmon nëna hën, sepse ne kemi nënën në brendësi. Është energjia shëruese që është në brendësi të organeve tona dhe ky trup multidimensionar funksionon me mendjen dhe me shpirtin. Pra ne nuk do të vazhdojmë në këtë shekull me të njashmëri. Kjo hapasapi nuk do të hapasapi është në zhvillim, është në një evolucion të rëndësishëm dhe madhështor për të krijuar bukurinë e jetës tonë zemër me zemër. Kjo na çon në shenjën e dytë, të mendojmë, të flasim dhe të ndjejmë në momentin prezencë. Pra kështu komunikon universi. Ne do të jetojmë në momentin prezent. Pse? Sepse universi njeh momentin prezencë. Në këtë moment ndodh lindje, vdekje, aksidente apo përmbytje apo në çdo. Pra në këtë moment ndodh çdo gjë. Kjo nuk do të thotë që ndodh në çdo ditë, por në çdo moment ka zhvillim, ka ndryshim. Mësoni që dhe ne jemi pjesë e universit dhe çdo gjë që ne pra ndodh me ne është tani, këtu në këtë moment. Mësoni që ajo që të gjithë në këtë moment mund t'i vi dhe djanës, mund t'i vi diçka nga e kaluara dhe mund të vi dhe nga e ardhmja, ju lutem, por të kuptoni që këto janë jehon. Pra çfarë iku. Ashtu sikur se çfarë do të vi, se di, sepse atë që do të bëj sot do të më çojë nesër dhe mos harroni kur se ajo që ne kaluam na solli sot. Pra iku është jehon, mos e gjykojmë, mos e kritikojmë, është jeta jonë, na solli këtu, na lidhi me shpirtin tonë, se në fund të fundit misioni i shpirtit për të gjithë ne që jemi të mishëruar në këtë tokë, është ne ndihmojmë, ne mësojmë dhe ne krijojmë, se çfarë ne krijojmë, pavarësisht se çfarë kemi kaluar, tani jemi duke marrë mësimet e shpirtit dhe në këtë rast ajo që ne që të gjithë pra të kuptojmë që e kaluara dhe ardhmja janë jehon, por në momentin tani, duke jetuar tani, çfarë ne kuptojmë, ku ne dëgjojmë, ku ne shikojmë, nëse ne do t'i japim vëmendje gjërat që ne shikojmë, ne ato do t'i tërheqim, a janë optimiste, a janë me energji të ulta, janë si ju i jepni vëmendje. Pra, por një gjë të dini që akti i komunikimit nga ana e ndërgjegjësimit kolektiv është që ne komunikojmë me njëri tjetrin. Kjo është që ne jemi që njerëzore me një frekuencë më të lartë, se ne komunikojmë. Por mendja nuk është ajo që na drejton ne. Kjo është
na duhet janë 5 shisat, shikimi, dëgjimi, nuhatja, shijimi dhe prekja për të vepruar, pra për të vazhduar, për të komunikuar me njëri tjetrin. Po nuk janë vetëm këto, sepse ne kemi dhe shpirtin. Pra kjo është që ne do të lidhemi me universin me qëllim që të lidhemi me shpirtin ton, sepse shpirti jon është kështu jemi krijuar që në barkë të nënës. Një foshnjë vazhdoi rrit. Dhe ajo që erdhëm nga energjia, bashkimi dy spermave, këto sperma, këto dy vezore, mbas 9 javësh krijojnë foshnjën. Foshnja vazhdon zhvillohet në barkun e nënës, si ushqet me kordonin e kërtizës. Këtu është shakra e dytë, këtu është fëmiria jonë, këtu është ajo që ne krijojmë kur dalim në jetë, ne krijojmë që mësojmë si fëmijë, pra si fëmijë, nuk ka mendje fëmia ka ndjeshmërinë, pra njihet me marrëdhënie me nënën, me babën, me gjyshin, me motrë vllai tjera dhe rritet. Pra që fëmijë ne kemi që në kërtizë, që në barkë të nënës, ne kemi marrë atë që njihet ndryshe edhe gjërat nga pra shpirti jeton, shpirti është i përjetshëm dhe ne kemi marrë pra që në barkë të nënës jetën e të kaluar, sepse kështu është e zhvilluar. Por kjo nuk do të thotë që ne do të rrim të fiksuar me atë çfarë ne kemi marrë. Pse? Sepse gjatë gjithë historikisht jeta ka kaluar nga errësirë në dritë dhe sot ajo që është errësirë po bëhet dritë. Dhe në këtë rast, drita kush është që do të lidhemi me mençurinë e vërtetë të jetës. Dhe mençuria e vërtetë që të arrihet është që ne do të lidhemi me veten tonë. Mësoni që në këtë moment ka një epidemi mendore dhe është e drejta juaj që zgjidhni, a zgjidhni të ndiqni shpirtin tuaj apo zgjidhni epideminë mendore, është e drejta juaj, askush nuk ju prek lirin. Por janë dy rrugë që do të ndjeni në këtë moment. Sido që të jeni, do të vi një moment kujdo që të jepni, vazhdoni të jepni prioritet, edhe pse jeni e zëmë se në këtë kohë, ka shumë njerëz që punojnë për veten e tyre, ju i shihni në social media, por mënyra se kush zgjedh është e drejta e çdo kujt. Një gjë të dini që do të vi një moment që do të kuptoni që do të arrini që çdo gjë që keni bërë ndihet bosh. Pra, pse? Sepse në qoftë se do të jetoni të njëanshëm vetëm me mendjen, herët avon ju do të lidheni me shpirtin. Pse? Sepse me shpirtin erdhëm dhe me shpirtin do të shkojmë. Se kur dhe se si që të gjithë ne jemi unik. Ju që jeni në këtë moment është të kuptoni që universi i percepton fjalët, mendimet, sjelljet, reagimet që keni ndryshe nga ajo që i percepton mendja jonë. Pra është ndryshe. Dhe kjo është në qoftë se dikush nga ju ka vendosur që të jesh i hapur në univers dhe i thua vetes që unë do të jemi suksesshëm, shënim, unë do të jemi suksesshëm, atëre universi thotë, Diana, nuk dashka të jetë e sukseshme në këtë kohë. Dhe çfarë ndodh? Ti je duke pritur, pra suksesi të vi. Por si mund të vi suksesi në qoftë se ti nuk fillon të veprosh? Ose unë do të shërohem, ose unë do të krijoj një trup të mrekullueshëm, fit e tjera. Por në qoftë se ju do të vazhdoni me do të, çfarë i dërgon universi? Ti nuk do. Pra çfarë do të thotë? Ti nuk i jep informacionin shpirtit që të vazhdoj hap pas hapi për të arritur këtë, po ti jep informacion mendjes që do të, se mendja është me të kaluarën dhe mendja është që do të. Pra çfarë do të thotë? Ti do të shërohesh, do të kesh sukses, por nuk po vepron tani në këtë moment. Po ti po jeton tani, universit unë. Dhe në këtë moment shpirti thotë jam. Unë jam, kjo është fuqia unike e ynore. Kjo është që ne kemi që të gjithë në këtë moment, duke filluar tani, sido që të jenë energjit tuaja, në marrëdhënien tuaj me këtë tjerët, të lënduara apo optimiste, sido që të jetë, aty ku çoni vëmendje, ajo bëhet eksperienca juaj. Prandaj që të gjithë filloni, një ndryshim që mund të bëni është
në këtë moment të mendoni që në qofë se do sukses, në qofë se me të vërtet do të kryosh shëndetit të tjera, duhet ta bësh fakt që unë jam Diana më e fuqishme në botë, unë jam dhe kam sukses, unë jam e shëndetshme, unë jam e dashur e tjera. Po çfarë do të thotë? Që këto ti i dërgon në univers, edhe pse nuk i ke, sepse i akoma, pra, edhe pse nuk ke sukses, edhe pse, çfarë ndodh, duke qenë se ndjehesh, e di që të thotë, unë jam e shëndetshme, edhe pse nuk je e shëndetshme, ti i qon informacion mendjes, pra i qon mendjes që të mos të pengoj ty, që të mos rish më me të kaluarën, por që je dhe ti e bën fakt, dhe çfarë bën shpirti të drejton, dhe si të shërohesh, duke ndjek kurigjenën e shpirtit, duke ulur me veten tënde, duke dalë në natyrë, duke marrë frymëmarrjen, sepse krijon pastrimin e energjisë, duke ulur si e kalove ditën, duke qenë mirënjohëse, duke bërë lutjet për atë që dëshiron, që jam e shëndetshme, që universi më ndihmon mua, sepse dhe unë e lejoj dhe jam e hapur në univers që të arri në shërimin tim. Pra ju ndiqni trupin tuaj, dhe kjo është që të gjithë universi nuk është se një gjuhën, ju mund të jesh kineshe, shqiptarshe, apo italiane tjera, nuk një gjuhën e botës, unë një universi ndjenjan. Pra si ndjehesh, mendo ti thuash veten që je dhe pa qef, me sëmundje, pra rri me sëmundje duke pirë ilaçe, por ke shans që të lidhesh me shpirtin tënd dhe në këtë moment unë jam e shëndetshme, mendo çfarë merr mendja juaj, sepse jemi të lidhur, që je e shëndetshme dhe çfarë të bën, të drejton, je hapur në univers dhe universi të fillon të ndihmon që të realizosh jetën tënde. Dhe si, duke qenë e hapur me energji, universi të ndihmon të vazhdosh dhe të jeni të vëmendshëm, dhe ajo që tregova, të jetoni në momentin prezencë. Pra këto të dyja janë që universi punon me tani. Mësoni që apasapi duke ndjer këto gjëra dhe duke ndjekur ku na drejton shpirti, ne do të arrijmë në fuqinë tonë hynore, në fuqinë, në dy këmbët tona, pra nga roli viktim, ne do të arrijmë në rolin aktiv, pra të jemi aktiv për atë që na drejton shpirti jon. Dhe kjo është jo vetëm që jeni të vëmendshëm, por ju jetoni edhe momentin prezencë dhe mbi të gjitha ne arrijmë apasapi të sinkronizojmë, pra dridhjet tona në lidhje me mendimet tona, në lidhje me fjalët tona, në lidhje me sjelljet tona, në lidhje me zakonet tona, sepse ne na drejton shpirti dhe ne bëjmë ato që na kënaqin ne, për të cilën na sjellin dhe të krijojmë identitetin ton. Pra të fillojmë të krijojmë të vërtetën e jetës tonë me ato, jo që morëm me vete dhe që krijuam në çdo lloj marrëdhënie, lëndime, por tani, me që jemi lidhur me shpirtin dhe jemi të hapur në univers, është që ne do të arrijmë në të vërtetën e jetës. Dhe kjo është duke u lidhur me fuqinë krijuese, pra duke u lidhur me shpirtin ton, pra sepse jemi të hapur me univers, jemi dorëzuar shpirtit, jemi sinkronizuar, pra atë çfarë ne ndjejmë në brendësi, ne do të arrijmë në shenjën e tretë që është jeta nuk është në një vit të drejtë. Pra çfarë do lloj që do të ndjeni në gjatë rrugës procesit të zgjimit të shpirtit, pra që jeni lidhur me shpirtin, edhe pse ka herë ndjesh mirë, herë jo mirë, herë ndjesh mirë dhe thua, po unë isha mirë, si u ktheva e tjera, të kuptoni që jeta nuk është në një vit të drejtë. Pra dhe zemra, kudo që ti keni shkuar e tjera, është që nuk punon me interval, pra nuk është në një vit të drejtë, sepse nëse do të shkojë në një vit të drejtë, ne nuk jetojmë më. Tjetër të kuptoni që jeta me shekuj, çdo lloj ngjarje, çdo lloj që ka ndodhur, është një jetë, pra është lojë e vazhdueshme, me të vërtetë dinamike dhe të rrheqëse. Ashtu sikurse nga çdo me shekuj, nga errësira në dritë, nga drita në errësirë, tani në këtë shekull ne jemi në kohën që ajo që ishte dje dritë,
është errësirë sot dhe kjo është që ne po shkojmë po vazhdojmë në shekullin e ri të evolucionit jo vetëm të tokës më po dhe të qenies tonë njerëzore. Pra të kuptojmë që ne do të lidhemi dhe është ftesa për të gjithë dhe prandaj ju jeni këtu me shpirtin ton. Shpirti është vetëdia jon, pra ne do të bëjmë pjesën e pa vetëdijshme të vetëdijshme, sepse kjo ka fuqi, është 95% që funksionojnë dhe si pilot. Ju me trupin fizik çfarë ndodh me ne? Ne zgjohemi në mëngjes, ne shkojmë lajm gojën, ne bëjmë bukën gati, ne do shkojmë në punë, ne do kthehemi nga puna, ne do shohim televizor, ne edhe sigurisht do flejmë e tjera. Këto janë në mënyrë pilote. Pra i keni përsëritur gjatë gjithë jetës, pavarësisht se si janë, me energji të ulta, të lëndueshme apo jeta juaj optimiste, sepse që të gjithë jemi unik dhe që të gjithë kemi sfidat tona në jetë, pavarësisht se kemi jetuar në një nivel kohor, sidomos gjeneraca ime të nivelit ulët. Por të kuptoni që ne krijojmë, ku e çojmë vëmendje, ne krijojmë eksperiencën tonë. Universi na ndihmon në momentin që ne me të vërtetë vazhdojmë këtë rrugëtim dhe lidhemi me veçërimin tonë. Veçërimi jonë do të thotë që ne jo vetëm që do të mësojmë me mësimet e vërtetësisë universit, pra me vetëdijen shpirtërore, hap pas hapi ku na çon shpirti, por dhe me vullnetin tonë për të përmirësuar jetën çdo moment, pra duke qenë të vëmendshëm, pra jo duke i dhënë mendje, se mendja është me të kaluar dhe të ardhmen, por duke qenë të vëmendshëm dhe duke qëndruar në momentin prezent, çfarë sjell trupi im, çfarë sjell shpirti im, se kur them trupi, është dhe mendja, është dhe shpirti. Kjo që ne do të arrijmë në ekuilibrin e pastër të magjisë së gjithçkaje që ka krijuar krijesa, sepse çdo gjë dhe gjithçka që ekziston jemi një. Çdo gjë, çdo fjalë që thot Diana, çdo reagim, çdo veprim, çdo sjellje që bën Diana, ndikon te Diana, ndikon tek ju, ashtu sikurse dhe ju, pra ato që thoni, ndikon tek të gjithë, në gjithë universin tonë. Prandaj, ne do të fillojmë që të krijojmë fjalët tona, mendimet tona, sjelljet tona, duke i lidhur me ndjeshmërinë tonë dhe duke vepruar ku na dërgon shpirti, për atë që ne ndjejmë në brendësi, kjo na bën, kjo na sjell që ne hapasapi. Pra edhe pse nuk është në një vit të drejtë, pra do të ndjejmë herë mirë, herë jo mirë, do të kalojmë nga një fazë në një fazë, ne do të arrijmë do të kuptojmë jo vetëm kush është e vërteta jonë, kush ne jemi në të vërtetë, por ne do të arrijmë të kuptojmë edhe vërtetësinë e krijimit të botës ashtu si krijesa e ka krijuar, dhe kjo është bukuria e jetës për të cilën ne do të kalojmë nga roli pasiv, pra duke marrë gjërat e të tjerëve, pra nga e kaluara sepse është e lehtë dhe këto i kemi trajtuar në jetën tonë, dhe sigurisht shpirti mori mësimin dhe na zgjoi, por ndërkohë është që ne do të dalim në rolin aktiv. Pra ne do të jemi aktiv, ne do të jemi si dikur fëmijë, dhe kjo është që ju jeni duke ecur hap pas hapi, duke ndjekur shpirtin, sepse shpirti kërkon rritje, zhvillim, dhe kjo është që ne bëjmë atë që na drejton shpirti jon, atë që ne ndjejmë në brendësi, dhe ajo që ne na kënaq dhe i japim vëmendje dhe jetojmë hap pas hapi me atë që na kënaq, do të bëhet zakoni jon. Pra çdo gjë, a janë fjalë, a janë mendime, a janë sjelljet tona, këto bëjnë zakonet tona dhe këto krijojnë identitetin ton. Pra me një fjalë ne do të arrijmë, do të bëhemi aktiv, dhe kjo na çon në shenjën, në momentin që ne bëhemi aktiv, në momentin që ne ndjekim shpirtin ton, pra higjienën e shpirtit, dhe ju e dini, ashtu si higjiena e trupit që e lani gojën e tjera që i bëni në mënyrë pilote, sepse i bëni çdo ditë me fizikun apo tualetin apo veshin e të tjera, është edhe higjiena e shpirtit, e brendësisë, e kësaj pjese të mrekullueshme të organeve tona, të shtyllës kurrizore që jemi lidhur me kurorën, me qiellin dhe me trupin tonë, me këmbët tona, në dy këmbët tona, pra jemi lidhur me tokën dhe me qiellin, dhe kjo është lidhja, kjo është informacioni që ne dërgojmë në brendësi të shpirtit tonë, kur lidhemi me brendësinë,
Dhe ajo shenja e katërt është që ne do të lidhemi me sistemi tonë drejtues që është zemra jonë. Dhe kjo është thirrja që ne do të ulemi me veten tonë edhe jo vetëm do të hapet zemra, por një pjesë është dhe lidhja. Mësoni që universi nuk njeh gjuhën e njerëzve, gjuhën e mendimeve, por një gjuhën e ndjeshmërisë, gjuhën e shpirtit. Mësoni që ndjeshmëria që të gjithë ne të kuptojmë që mendimet tona janë të pabazuara, janë me të vërtet të pabesueshme. Pse janë të pabesueshme? Shënim, sepse ne nuk jemi e vërteta jonë, dhe për sa kohë ne nuk është e vërteta jonë, këto janë të pabesueshme. Dhe çfarë ndodh? Mendja na justifikon ose na tregon të pavërtetën, sepse nuk jemi vetja jonë. Por në momentin që tregova, ju jeni të vëmendshëm, ju jeni që jetoni në momenti prezencë, ju jeni që pranoni, edhe pse herë jeni mirë, herë jo mirë, po e pranoni që janë të procesit dhe ju sinkronizojeni, pra ku ju drejton shpirti, për atë që ndjeni, për atë që veproni e tjera. Çfarë ndodh është që ne fillojmë shpirtit na sjelli të ndjejmë se çfarë ne ndjejmë në brendësitë të trupit tonë dhe sidomos në trurin e zorrëve, ashtu sikurse të dëgjojmë dhe zemrën tonë. Pra gjitha është, si ta kuptoni, kur ju ndjeni mirë, vepro për atë që ndjeni mirë. Dhe kur ju nuk ndjeni mirë, të kuptoni që nuk jeni vetja juaj autentike. Pra janë që nuk je vetja jote, nuk je duke ndjekur shpirtin tënd, pra atë që ndjesh mirë. Mësoni që sistemi, pra shpirti on, zemra jon, pra kjo busl që është selia e shpirtit, zemra, është kur ju rezoroni me këtë, pra atë që ndjehet në shpirtin tuaj, do të thotë që ju jeni të lidhur me universin, ju komunikoni me universin. Dhe në moment ato që mund t'ju sjelli mendja juaj, se mund t'ju sjelli nga kaluara, mund t'ju sjelli, të kuptoni që janë një onë. Dhe kur tem t'i ignoroni, e kam që t'jeni të vëmendshëm në lidhje se çfarë erdhi që të bësh e vetëdijshme, por të mos i japësh përgjigje me mendjen, por të kthehesh dhe të kuptosh pse ta solli trupi, në lidhje se trupi, shpirti e çon informacionin me mendje, se ky është akti që ne komunikojmë. Por edhe në brendësi ju ndjeni burimin e energjisë në çdo pjesë të trupit, ngrohtësi, pickime apo dhimbje në organe të ndryshme të tjera, për të cilën kanë bëjnë me emocionet. Kuptoni një gjë, të jeni të vëmendshëm, të dalloni atë që vjen nga mendja egoiste, pra që ka bazë frikën, kontrollin e jetës, dhe t'jeni të vëmendshëm ajo që sjell zemra juaj, shpirti juaj. Pra këtu është ajo që ju do të luani rol për të ndjer atë çfarë ndjen zemra juaj. Pra jepini rëndësi zemrës tuaj, sepse është neutrale, është astrale, dhe ju jeni lidhur me universin, dhe universi ju ndihmon hap pas hapi kur ju vazhdoni higjienën e shpirtit dhe vazhdoni të besoni në atë që ju ndjeni mirë, t'jeni të sigurt që ju do të krijoni realitetin e vërtet, ashtu si krijesa na ka krijuar për të lidhur me vërtetësinë tonë, me vlerën tonë, me talentin tonë, me dhuntin tonë që e kemi dhe në zorët e barkut, se këtu është e kaluara jonë, dhe mbi të gjitha duke u çliruar nga çdo lloj karne që nuk na shërben, apo edhe nga ato sekretet tona, për të mos jetuar më me pavërtetësi, ne do të lirojmë dhe fëmirin tonë të hershme, që është talenti dhe dhuntia jonë, dhe jo vetëm zemra që është hapet dhe lidhet, që ka të bëjë me misionin dhe drejtimin e jetës tonë, dhe në universi. Pra të që ne dërgojmë, dhe në këtë rast duke ndjerë sistemin që është zemra jonë, është që ne do të arrim në të vërtetën kush ne jemi në të vërtetë, dhe të jetojmë bukurinë e jetës me vërtetësinë e mençurisë, ashtu si krijesa na ka krijuar. Mësoni që të gjitha ju që për atë që ju besoni, ndiqeni, dhe për atë që ju pengon, uluni me veten tuaj, pra duke jetuar në momentin prezencë, atë që ju sjell shpirti, ta njihni, ta pranoni me vërtetësi,
Edhe në qoftë se keni krijuar vetë, sepse ashtu ishte mënyra, nuk keni pse gjykoni veten, nuk keni pse kritikoni veten, thjesht planoje që çfarë ndodhi tani në këtë moment i tuaj universi që krijoj të jetoj me vërtetësi, je hapur në univers të ndjesh atë që shpirti jot ndjen dhe duke falur dhe të tjerët edhe pse kanë bërë ndaj teje pa drejtësie të tjera, duke dhënë mirësi dhe dashuri edhe atje ku nuk jepet, ju do t'i lini të shkoj. Dhe kjo na çon tani që ju duke i liruar nga këto emocione, ne kuptojmë që ne jemi lidhur me shpirtin, po ne kuptojmë që ne jemi dhe qenie njerëzore, si gjithë të tjerët, vetëm me një ndryshim. Se tani kemi filluar, kemi hapur zemrën, por ne duhet të vazhdojmë të ndjekim, sepse shpirti kërkon rritje zhvillim, dhe do të hymë në shenjën që ne do të shfrytëzojmë fuqinë përsëritse. Pse? Sepse të kuptojmë që universi është që drejton energjinë dhe në këtë rast që të gjithë fuqinë tonë në veten tonë e ka pavetëdia. Kjo pavetëdie që është ajo që është 95% fuqia, ndërkohë ndërgjegja është me 5%. Si ta kuptoni që ndërgjegja ka vetëm 5% të asaj që ne njohim në lidhje me botën apo dhe me veten tonë. Le të themi, po marr shembull që ta kuptoni me qëllim që të kuptoni. E para ky trup multidimensionar është me dy pjesë, pjesa e pavetëdijshme që është 95% fuqi, si në mendje, si në shpirt, pra gjithë ky trup nga koka te këmbët, por edhe pjesa e djathtë që është pra përfaqëson energjinë maskullore dhe si të mendjes si të trupit ton, pra të shpirtit ton, sepse është unik, jemi komplet. Pra në 95% ka pavetëdia fuqi. Mësoni që ne duke vazhduar të ndjekim me përsëritje, pra fuqinë përsëritse të asaj ku na drejton shpirti on, ne do të arrijmë nga pavetëdia që dikur kemi vepruar sepse mohuam shpirtin, tani do ta bëjmë me vetëdije, pra do të bëjmë gjëra të vetëdijshme për atë që ne do të vazhdojmë. Por si ta kuptoni që me ndërgjegje, pra me ndërgjegje si po jeton dhe një pjesë që akoma flen gjumë, është që ne arrim shumë pak rezultat. Pse? Sepse në qoftë se dikush nga ju e zëm që bëni fitness sepse do të ulni kilot, se pra ke shtuar në peshë dhe do të ulesh. Mora këtë shembull për ta kuptuar. Dhe ti vazhdon, ndoshta 2-3 javë, ndoshta me muaj, okay. Dhe çfarë ndodh? Ti arrite që e realizove atë që vure qëllim, pra me ndërgjegje për të ulur e zëm 5 kilo, e zëm. Dhe e arrite, okay, dhe çfarë ndodh? Me që arrite ti ndalon. Dhe në këtë rast, çfarë duke ndaluar ti çon mendjes tënde se nuk po vepron më me atë që bëre me trupin, me shpirtin për fitness, se shpirti është që vepron, trupi, pra. Dhe në këtë rast ti çon mendjes që okay, unë arrita rezultatin. Dhe mendja ju justifikon, nuk të çon më të vazhdosh sepse okay, e arrita. Pse? Sepse mendja vepron me të kaluarën. Pra e arrite atë që vendose, e aro dhe tani nuk vazhdon më. Kjo është që ne nuk arrim të kemi sukses, kjo është që ne arrim me vështirësi dhe duke u përpjekur edhe pse bëjmë më të mirën dhe përsëri ne mezi arrim të krijojmë bukurinë e jetës për atë që ne ëndrrojmë. Por kjo është pavetëdia punon ndryshe nga ndërgjegja. Dhe si të kuptoni se ku flas universi, pra unë që e krijoj, është që në këtë rast është e pashme, pavetëdia është e pashme, që do të thotë pra ana e mjat, energjia krijuese, energjia femërore, si mendërisht si shpirtërisht, është vepron
Pra nuk ka arsye. Pse? Sepse çdo gjë që na sjell shpirti është i mungon aftësia për të refuzuar informacionin. Pra, ku ne jetojmë, unë jam tani, çfarë po ndodh me mua, është që ma sjell shpirti, sepse shpirti, pra pavi të dija, ajo që nuk e di dhe që ma sjell shpirti, është nuk e refuzon, pra e ke në trup, dhe kjo është që ne duhet me të vërtet të hymë dhe të ndjejmë atë që na sjell shpirti. Qoftë edhe që është e dhimbshme, qoftë edhe që është e pakëndshme të tjera, ne do ta ndjejmë. Pra kjo është, edhe si ta kuptoni nga ana me shembull, ju jeni duke parë një film. Dhe në atë film është që po të pëlqen, sepse kështu udhtojmë ne. Filmat japin qëllimin e jetës, dhe qëllimi i jetës është ajo që po jetojmë. A jetoni me sëmundje, apo në marrëdhënie si matja me miu, apo në punë, apo gjërat që pra që të gjithë e dini. Okej. Çfarë ndodh? Ju e kaloni kohën me filmin. Je i përqendruar në film dhe në film është që ty në një moment është që një aktore vritet. Me ndërgjegje ti e di që aktoria nuk është vrarë sepse është film. Por në qoftë se ty të ka lënë bresa, ti mendja të sjell ty që okay, sepse i sjell nga që të kalën për shtypje, ajo aktoria u vëra sepse a ishte gjelos. Pra qa do të thot, ti e ke në imagjinat, e ke, dhe pse e di që aktoria nuk është vrarë, por imagjinata është që ajo është vrarë, dhe është vrarë me një arsye. Pra që do të thot, ty shpirti ta solli këtë, sepse nuk e njeh, pra nuk do t'ja di që është e vërtet apo jo, që aktoria është gjallë apo jo, nuk e njeh. Pra ta sjell, që do të thot që ti e ke në imagjinat, e ke këtë energji që aktoria, dhe në momentin që ti e bë mendje ta sjell, kështu është edhe me ato që ne do të shërojmë gjërat që na i kemi krijuar në marrëdhënien tonë, nuk ka rëndësi vetë ti apo të tjerët, asgjë nuk ndodh pa shkak, pra i kemi këto energji. Dhe e dyta është që nuk vepron me qëllim. Pra nuk ka qëllueshmëri, që do të thotë mendja thotë unë do të bëj këtë, unë do të bëj atë, unë do të bëj, dhe si rezultat dhe nuk bën asgjë. Por duke u lidhur me shpirtin, të kuptoni që ne jemi të programuar, pra që fëmijë që në barkë të nënës, dhe kur erdhëm në këtë jetë që të gjithë jemi, ne do të shkojmë diku, dhe në këtë rast është misioni dhe i drejtimi jetës tonë. Si ta kuptoni që ne, kur ju jepni rëndësi vëmendje, kujt ju jepni vëmendje, atë të rrishni. Në qoftë se ju jepni vëmendje çfarë dëgjoni ose çfarë shikoni, ju atë të rrishni, sido që t'jenë, a janë me energji të ulta apo janë me energji të larta. Pra si ndjehesh? Qoftë se ndjehesh me energji të ulta, pra ndjehesh i pakënaqur, ndjehesh diçka nuk e i kënaqur, sigurisht atë të tërheq. Pra jeni të vëmendshëm, je ti që i krijon këtë eksperiencë. Tjetër, ndoshta jepni rëndësi gjithçka që ne kemi kaluar nga e kaluara, pra gjërat e kushtëzuara nga shoqëria, pra që i kemi marrë me vete dhe që i vazhdojmë ashtu sikurse dhe nga eksperienca jetës tonë. Pra në qoftë se këto i keni në marrëdhënie tuaj, në çdo lloj marrëdhënie që janë energji të ulta, sigurisht të kuptoni që këto i bën mendja. Por me shpirti u sjell në moment atë që ju duhet të çlirojeni, qoftë në zorët e barkut, qoftë në jetë mendore. Por tani fuqia përsëritse pra ka të bëjë me atë që ne do të ulemi dhe do të riprogramojmë besimet tona kufizuese, ato që na mbajnë në pafuqi, ato që na mbajnë në frikë, ato që ne na mbajnë që të ndjehemi të pasigurt e të tjera, dhe në këtë rast nga pasiguria të vim në vetë konfidencë. Për shembull, me shpirtin janë mantrat. Mantra janë fjalë të fuqishme dhe në këtë rast bëhet lidhja midis asaj që ndjen me shpirtin dhe e çon informacion në mendjen, sepse ky trup është i lidhur nëpërmjet sistemit qendror, kështu jemi krijuar nga krijesa. Dhe në këtë rast, në qoftë se unë i them universit, unë jam një person i fuqishëm në botë, si ndjehet?
kjo ndjetë e mrekullueshme. Çfarë i çoj mendjes? I çoj mendjes që unë jam e fuqishme dhe duke e vazhduar, duke e bërë fakt, unë jam e shëndetshme, unë jam e mrekullueshme. Unë jam energji, unë jam minjose, unë jam e dashur, unë jam e lumtur, unë jam e shëndetshme. Edhe pse këto janë të pashëndetshme, pra je në moment nuk je as, nuk e fuqi, as nuk je me shëndet mirë e tjera, përsëri kjo energji në trupin tënd i dërgon mendjes që të mos pengoj mendja, se mendja rrimet kaluarën dhe më dhem këtu, më dhem atje. Dhe atë të rresh, po kur e thua që jam e shëndetshme, çfarë bën? Shpirti universit, kjo dashka të jetë e shëndetshme. Dhe çfarë sjell? Duke qenë të vëmendshëm, duke qenë me shpirtin tuaj, çfarë ndje në moment? Shpirti të drejton. Dhe si të drejton? Të drejton të lidhesh, të arrish me shëndetin lidhu me në natyrë, që të çliron stresore nga koka, por edhe nga në këmbët tona me tokën mëm. Shtriu, hec zbatur, shiko në qelë, shiko në tokë, bëj atë që dëshiron ti në lidhje me të gjithë higjienën e shpirtit, dhe kjo është që ne fillojmë, krijojmë dridhjet tona, krijojmë vibrimet tona, sinkronizimet tona, sepse jeton me vëmendje, jeton me momentin prezencë, dhe universi ju sjell gjithçka që i kemi lidhje, dhe kjo bën që duke i përsëritur këto gjëra dhe duke u lidhur dhe duke vazhduar higjienën e shpirtit hapasapit, të arrim në identitetin ton. Pra ne krijojmë fjalët tona, ne krijojmë mendimet tona, ne krijojmë sjelljet tona, ne krijojmë zakonet tona, ne krijojmë varësitë tona, dhe të gjitha këto krijojnë identitetin ton. Pra jeni të vëmendshëm që edhe në këtë moment, edhe nëse jeni lidhur me shpirtin tuaj, ne nuk kemi ndryshim nga të tjerët, ne jemi një lloj si të tjerët, sepse ne jemi qenie njerëzore, por duke jetuar në këtë jetë, ne të vazhdojmë të arrijmë në dy këmbët tona me qëllim që edhe pse jetojmë në këtë realitet, edhe pse ka kriza, edhe pse ka energji nga më të ndryshmet, ne ta mbajmë energjinë tonë të pastër, dhe kjo është higjiena e shpirtit. Mësoni që ne jemi universi, dhe duke folur me universin, ne do të arrijmë në veten tonë të lartë. E para, po kur them duke folur me ndjeshmërinë, pra me shpirtin, dhe shpirtin, ku na drejton shpirti, është që ne krijojmë apasapi veten tonë të lartë. Ne jemi që e krijojmë ekzistencën e vetes tonë, jetën tonë, si unë e dëshiroj, si unë e dua, dhe në këtë rast është që edhe kjo, pra ta drejtojmë, vetë ne e drejtojmë, unë jam krijuesi i jetës time. Tjetër është të kuptojmë që ne të vazhdojmë të ndjejmë atë që ne ndjejmë, atë që na sjell shpirti në momentin duke jetuar në momentin prezencë, duke jetuar me vërtetësi, duke parë që edhe pse mund të ketë pengesa, sepse kështu është jeta, pra është herë na ngre, herë na ul, por t'jeni të sigurt që duke qenë të vëmendshëm, ta planoni që edhe pse ka pengesa, çdo gjë do të kaloj, mantra, dhe kjo do të kaloj, dhe duke ulur me veten tonë, duke qenë të qetë, duke vazhduar, duke ndjerë sistemin tonë drejtues, zemrën tonë, dhe duke vepruar, ne do të arrim që universi na tregon pikturën tonë, pra që e krijoj unë, pasqyrimi im, si unë jam brenda, jam dhe jashtë, si jam sipër, jam dhe poshtë, dhe mbi të gjitha është ne lidhemi me brendësinë tonë të brendshme, me këtë super fuqi që është dashuria hynore, astrale, neutrale, që të gjithë ne jemi të dashur, dhe kjo është që ne vazhdojmë të arrim të jemi krijues, sepse ne jemi krijesa të krijesës. Kur mos harroni se ajo që ne jemi vërtet krijues të jetës tonë, dhe duke vazhduar për atë që ne kemi vlerë, për atë që ne kemi dhunti, për atë që ne kemi talent, të jemi të hapur në univers, dhe të besojmë për atë që ne veprojmë hapasapi, edhe nëse ju nuk shihni rezultat, të jeni të sigurt, si ndryshojnë stinat, si ndryshon në anë, a jeni për shërim, a jeni për rritje, a jeni për transformimin, a jeni për ndriqimin tuaj, a jeni për manifestimin, si do që të jeni,
duke qenë në armoni, jo vetëm me dy energjit, por dhe me zemrën tuaj, jeta juaj është bekim, sepse ne jemi që të gjithë të bekuar, por një gjë të dini, askujt nuk i preket liria, prandaj ne duhet jemi të hapur në univers, dhe kjo vjen vetëm atyre ku ne lidhemi me shpirtin ton. Quhet ndryshe zgjimi i shpirtit ose zbulimi i vetvetes. Dhe me mua mirupafshin deri në video tjetër. Faleminderit.